Nëntori i këtij viti vjen me ndryshime të forta astrologjike duke sjellë frymë të re në sferën profesionale, emocionale dhe financiare për disa shenja të zodiakut. Shiqetari, ky është muaji juaj. Jupiteri dhe Dielli po ju ndihmojnë të rriteni profesionalisht dhe të fitoni vëmendje për idetë tuaja. Projektet që keni nisur kohë më parë mund të shpërblehen pa pritur, ndërsa udhëtimet apo bashkëpunimet e reja do të hapin dyra të mëdha. Në aspektin personal, energjia e re që transmetoni tërheq njerëz me qëllime të sinqerta dhe lidhje që mund të kthehen në diçka serioze. Briciapi, durimi juaj po paguhet. Pas një periudhe me ngarkesa dhe pasiguri, nëntori sjell qartësi, përparim dhe fitime. Saturni po ju mbështet për të konsoliduar bazat profesionale dhe për të fituar respektin që meritoni. Në dashuri, raportet që kanë kaluar prova tani forcohen, ndërsa beqarët mund të takojnë dikë që përputhet me ritmin e tyre jetësor. Ky është muaji ku do të ndjeni më të sigurt se kurrë për vendimet tuaja. Luani, yjet janë në anën tuaj. Me ndikimin e Venusit dhe Marsit ju hyni në një periudhë ku çdo hap që bëni ka reflektim të menjëhershëm. Do të ndjeni më krijues, më të dukshëm dhe me dëshirë për të bërë ndryshime të guximshme. Në karrierë mund të merrni oferta të reja, ndërsa në jetën personale shkëlqeni në qendër të vëmendjes. Energjia juaj e zjarrt, tërheq sukses, dashuri dhe surpriza të bukura. Demi. Për Demin, nëntori sjell një frymë çlirimi dhe stabiliteti. Pas një periudhe introspektive, tani ndjeni gati të dilni sërish në skenë. Parat, puna dhe marrëdhënie që po ecin në sinkron dhe çdo vendim që merrni në këtë fazë ka gjasa të jetë afatgjatë. Hënëre në shigjetar ndikon fuqishëm të Q, duke hapur një kapitull që lidhet me rritjen personale dhe vetbesimin. Akrepi, pavarësisht se jeni zakonisht misterios dhe të rezervuar, ky muaj ju shtyn të hapeni dhe të besoni më shumë në fat. Disa vendime që kanë qenë pezull më në fund marrin formë. Mund të vijë një ofertë pune, një pajtim emocional apo një mundësi që ndryshon rrjedhën e jetës. Yjet ju favorizojnë, mjaftojnë të mos ktheheni pas. Në përgjithësi, nëntori është një muaj që shpërblen guximin, përkushtimin dhe sinqeritetin. Ata që kanë mbjellë me kujdes gjatë muajve të kaluar, tani do të shohin frytet e tyre të lulëzojnë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.